Rrezikojnë vendbanimet ilire në Shas të shndrohen një zonë turistike, opinioni publik ende po hesht. Gazetari Ali Sala nga Ulqini reagon sepse biznesmeni arab Mohamed Al-Abar në kompaninë e tim në fund po zhvendoset në Shas, pra qytetit të lashtë ilir në prek të liçenit më të virgjën me piktores në malin e Zi në rajon. Është i njëjti Al-Abar cili të refuzuar projekti për të menaxhuar disa plazhe të Ulqinit si zonë ekskluzive për turizëm elitar. Në atë kohë disa pronarë që kanë monopol në këto plazhe, disa oligarkë lokal dhe autoritete vendore protestuan me motën Ulqini nuk është në shitje. Në këtë rast kryetari i komunës Ulqinit me radhë e Partisë Forca Demokratike Genci Nimabegu u viktimizua duke deklaruar pa diplomaci se jemi të gatshëm të sakrifikohemi dhe individualisht. Ndërkohë deputeti po kësaj partie në parlamentin e Malit Zi Ilir Çapuni shkon një hap më larg duke theksuar se do të tentojmë gjithë armët që kemi në dispozicion. Shasi, si një vendbanim antik i lirë, ku gjetjet arkeologjike shtrihen në sipërfaqen e ujit liçenit dhe së shpejti do shndrohet një vend unik turistik. Këtij misioni u bashkua dhe biznesmeni ish kryetari i forcës Navizif Cungu, i cili fillimisht protestoi kundër projektit kompanisë arabe për plazhin e madh, duke e cilësuar atë si të dyshim, kurse sot Mohamed Al-Abarin e konsideron partner të fuqishëm strategjik. Ky projekt që u cilësua si fillimi i madh do të nisë me parcelat e Nazif Cungut në Shas, që i bleu gjatë mandatit si kryetari i komunës Ulqinit, ku gjatë përballjes parazgjedhore për pushtetin vendor u përfol nëpër media për aferën e përvetësimit palishëm të 32.000 metrave katror tokë shtetërore të cilën ai e mohoi kategorikisht.